Kjo pjesë ishte e bukur për të bërë një paralajmërim për të ftuarin tonë sot në emision. S'don se do të jetë biseda shumë e bukur, por edhe në deri jonë që ta kemi mysafir. Do të jetë bashkë me ne Artan Kastrati. Artan, mi se erdhe. Sa me të mirë se të gjeta. Faleminderit për ftesën shumë. Nga koha jote e shkurtër, për qenë në këtë emision është shumë e vlefshme për ne. Faleminderit, po unë me plot dëshirë kam ardhur në këtë studi, në këtë medium, sepse edhe fillimet e mia para 30 viteve, ndoshta e më shumë, filluan nga këto studio, duke krijuar këngë e ky televizion duke transmetuar këngët e mia. Atëherë mirë se erdhën në shtëpi tonë. Mirë se gjej. Faleminderit shumë. Artan, si ke qenë, si duket tash këtu në vendlindje, për shkak se pak ne sado që ju shohim që jeni mirë atje ku jetoni, po për ne është një dhimbje se njerëz me vlerë nuk i kemi afër më. Shife, do me thonë startova nga 95 ta startova si muzicien profesionist, si krijues. Në vitin 1995, pra me këngëtaren Visare Xhepi, performuam në Nota Fest, në festivalin e parë dhe u shpërblyem atë kohë me vendin e dytë. Dhe ky ishte çmimi i parë, po dhe një piknisje për karrierën time. Dhe pra ati momente, prej vitin 1996, fillova që të krijoj edhe për këngëtar tjerë këngë, si kompozitor orkestrues në studio, ashtu me radhë. Ashtu. Artan, ke bërë shumë për këngëtarët, ke bërë shumë për Shkupin, ke bërë shumë për këngëtarët nga vendi dhe jashtë vendi. Emrin tënd për këto orkestrime, për gjitha këto gjëra ke e shohim kudo. Na trego pak sa të ka lënë ajo, sa të ka përmbush, se për shkak se të kish linë një Artan në një vend tjetër, më të zhvilluar do të ishte diçka tjetër. Samet, unë edhe si fëmijë ndroja dhe e doja shumë muzikën dhe ndroja një ditë që do të bëjmë gitarist i njohur ose krijues i këngëve. Dhe këtë gjë, këtë ëndër unë e realizova më, duke filluar më prej vitit 2000 deri më vitin 2022, unë e krijova rreth 1000 këngë për këngëtarët më të njohur, më të popularizuar shqiptar nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria, shqiptarët tanë për Evropë, në Amerikë, do me të krijova shumë këngë hite. Pastaj kalova të bashkëpunoj me këngëtarët Maqedonës, pastaj bullgar, serb, rumun, grek, turq e deri në Izrael. Dhe ëndra ime u realizua. Dhe në vitin 2022 vendosa që më mos të mire me muzikë. Ashtë. Sa të ka përmbush kjo se Shkupi t'i laje një bagazh të madh, si emër, por edhe me veprat e tua? Unë gëzohem shumë që jam në mesin e disa shkupianëve, s'mundim t'i cekin, do shta dhe jam edhe më i suksesshëm si kompozitor në historinë e pop muzikës, do me thonë, pasi kam sjellur 1000 këngë, yjet më të mëdhenj të shqiptarisë të Ballkanit, pra e them me plot gëzim, e them se jam kompozitor që vi nga Shkupi dhe i solla një afirmitet qytetit tim, po dhe Maqedonisë, po dhe shqiptarëve të Maqedonisë. I ke qeni pranuar ashtu siç duhet nga kolegët, sidomos ato të cilët ke bashkëpunuar të kanë vlerësuar shumë lart. Ajo ka qenë ajo pjesa ndoshta më e bukur e cila ti të ka dhënë motiv, pavarësisht asaj që e ceka edhe para kësaj pyetje, për shkak se të kish qenë një Artan në një vend pak më të zhvilluar, do të kish qenë tjetër ndryshe i trajtu. Do isha edhe pasanik, milioner do isha. Unë e famën e kisha këtu, famë të madhe, pra ne dim sa kemi popull shqiptar në Ballkane, sa ka popull Bugaria, Rumania, Serbia, Greqia, unë isha i famshëm në të gjitha këto shtetet e Ballkanit. Famën e arrita, por sa i përket lekëve, faleminderit për Zotit, me kalu një jetë. Po. Por veprat ngelen.
Veprat kanë ngel, po, veprat edhe sot dëgjojnë, për shembull, kënga më e shitur dhe më e suksesshme e imja Valle Kosovare, sot dëgjohet. Kudo dëgjohet e këngë. Non-stop po rinovohet. Jo, rinovojnë, bën remake, remixa bën, po, nuk vdes ajo këngë. Nuk vdes. Ajo do ngel. Sa të zgjat njerëzimi ose sa të ekziston për shembull populli shqiptar. Se çdo ku në çdo aheng ajo këngë këndohet. Po dhe ka edhe këngë tjera të cilat këndohen. Kur filloi ajo që të merresh me muzikën kështu si një profesionalist. Profesionalisht? Për shkak se e dim se fillimet e çdo instrumentalisti, çdo këngëtari, çdo muzicienti është i vështirë. Shumë i vështirë ka qenë. Unë startova vitin 1993, këngët e para për Visa Rexhepin, në atë kohë domethënë ishte ai mjaft i popularizuar në atë kohë. Dhe starti im, do me thonë, i suksesit, ku fillova të marrë famë, ishte viti 2002, ku startova me këngët e para të Leonora Poloskës në atë kohë, njëkohësisht punojshin dhe këngët për Shpat Kasapin. 2002 është vendimtar dhe fillimi i karrierës sime si muzicien, po dhe duke krijuar edhe si profesionist, po dhe si emër. Ashtu. E the edhe vetë se më shumë këngëtarë nga më të ndryshme, por si ishte ajo laramania, Artan, të punojsh me shumë këngëtarë dhe me vendeve tjera. Ne shqiptarët e kemi atë, falë Zotit, kemi shumë këngëtare, shumë kemi artistë të njohur, por kur e mrin atë kulmin tek artistët tonë, sigurisht që të kërkojnë edhe tjerët. Është e vërtet. Kur fillova më une, duke dalur hitet nga Leonora, Shpati, duke arë pastaj Tuna, filluan të vinë dhe këngëtarët kosovar tek unë. Në ato kohë, po ende mendoj se qendra e muzikës, pra, ishte Prishtina. E populariteti, piknisës e popularitetin një këngëtari, vendi ishte Prishtina. Erdhi Nora Istrefi, Gente erdhi, Soni Malaj, Sinan Hoxha, plot shumë, Sinan Vllasalije, plot shumë. Teuta Selimi, nuk i mbaj me ndesa. Shumë kanë qenë. Ajo është e kaluara ime, ëndra e realizuar e imja, që të krijoj këngë për emrat më të njohur. Arrite kulmin e suksesit. Po, është e vërtet. Dhe pas asaj, më vitin 2022, edha në përfundim që ta stopoj këtë punë. Si ishte ajo momenti që e vendose? Ishte rruga me dilema, apo thjesht krija që e pata mision? Thjesht, këngëtarët lajmërohen, si çdo herë kur lajmërohen, Artan apo na përgatit do një këngë ashtu, thash, unë për momentin kam vendosur që mos të punoj. Pa ata e kanë marrë ndoshta, po shkon ky pushim, një muj, apo kupton, dhe s'don me punu. Në atë kuptim, po, për asaj periudhe deri sot më e kanë kuptuar se nuk punoj për asken, po as për vete nuk punoj. Aq nuk kam interes, besoni në këtë, se derisa isha aktiv, unë në kompjuter, në krijimin e këngëve, në studio kam qëndruar minimum 12 orë çdo ditë, edhe 14 orë. Tani e hapi laptopin njerë në javë, ndoshta 5 minuta, vetëm dhe s'më interes. Në Amerikë kam edhe shumë gitara, kam mbi 40 gitara kam. Të shtrejta, 40 gitara elektrike, po as të ato s'kam interes. Ato i kam ble, sepse kur isha i rion, para 40 viteve, ndroja që të kam gitara shumë, kupton? E tani po e përmbush atë ëndër që kisha atëherë të kam gitarë, sot e përmbushi, vetëm ble gitara, mbi 20 gitara kam në Amerikën. Edhe nuk performoj, nuk lujnë ata. Nuk performoj? Jo, asus, veç i shok shto. Knaqen dhe shiku. Ka hum total interese për muzikë për mu, edhe pse shumë habiten. Për shembull, i ndëgjon veprat tuaja ndonjë? Jo, çfarë? Jo, nëse shkoj në ndonjë darsë, ndonjë klub rastësisht, dëgjoj një këngë, po nuk ja them unë askujt se unë e kam krijuar atë këngë. Askujt s'ja them. Vetëm mendojmë, po në atë kohë kur krijoja unë këngë, domethënë para 30-25 viteve, nuk isha i kënaqur. Edhe pse u bëshin hite, unë mendoja,
kisha mundur edhe më mirë ta realizoj. Por sot kur e ndëgjoj, unë më ahnitem, dhe më thëmë, bukur i kisha realizuar dhe këngë. Ajo të ka bo që t'jesh më i mire. Tash kur i ndëgjoj, them, shumë bukur pas kam punuar. Atëherë, mendoj se çdo herë diçka mungon, edhe pse bëheshin hite, mendoj më mirë do të dilte nëse do kisha ende edhe pak kohë të punoj në atë këngë. Mos theme bukur, e bukur është kjo pjesa vendi që e ke mbarë që e ke vendosë kështu, Artan, se neve na duhesh ti, po vendjes, tani pas 3 vjetë e gjysëm kanë kuptuar shumë këngëtarë shqiptarë atë se jam unë në New York. Do me thonë, 3 vjetë e gjysëm qëndrojnë në New York dhe nuk e kanë ditur. Shumë rasisht isha mysafir, vizitova një studio atje amerikane dhe kur më kanë po në Facebook shqiptarë këngëtarë, janë habit Artan Kasori, thotë New York që nga të gjysë. Po më thrasin mu, unë ja them, më vjen keq nuk punoj, po ne të pagujmë. Jo. 10 këngëtarë janë lajmëruar shqiptarë të, që të punoj për ta. Pse ndodhi kjo, mos them kjo vtopje, kjo... Jo, u realizuan ndra ime, s'ka më shumë. Ajo është... Po, arsyeja, u realizuan ndra ime, ishte. Unë falemderoj gjithë këngëtarët, që më dhanë gjithë supportin, se nëpërmjet tyne unë krijova emër, famë, gjithë shka. Duke të dhënë besimin e gjitha seneve që... Po, se pa ta askush i s'do isha, prapë. Falemderit për gjithë. Pra ty, ndoshta mbi 500 këngëtarë janë ata. Tash Artanin e kemi në New York dhe... Po, unë jetoj që 4 vite në New York, unë punoj në recepcion, unë e them këtë recepcion hoteli, sepse njeriu i rëndom më shumë i ka ra në sy dhe kupton çka do me thonë recepcionist në hotel. Për ndryshe, unë punoj recepcionist në banesë me 20 apartmente, banorëve. Unë e rri tek dera jam atje, me uniformën jam dhe kujdesem tek dera kush hyn, kush del, normal me restrikcione, me sigurimin më të lartë. Kjo është puna detyra ime 8 orë atje. Edhe askush nuk e din në atë ndërtesë se unë në Ballkan isha një kompozitor shumë i suksesshëm. Nuk hapem askënd. Për rëthmeje, do me thënë në për ato banesa që unë punoj për ato banor, ke shumë profesor të pianos shqipin lartë japin orë të gitarës, kur për 4 vjetë nuk ja kam thënë askujt se unë jam Artani për Shkupit, edhe unë di performe piano, di gitarë, askujt s'ja thash. Unë jam vetëm atje. Modestin tënde e krinë punën që e ke... Po, rritë e karika, ajo është një formë sigurimi me uniform, po sigurim për banorët e ndërtesës. Për ndryshën atë ndërtesë, unë jam në kvartin më të shtrenjtë të New Yorkut në Central Park. Në atë ndërtesë jetojnë 3 banorë, pra në apartamente të vetit që janë shkrimtar bestseller, botëror. 3. Pastaj, kam 2 dizajner të modës atje, që janë dizajner botëror, emrat mëllaj. Pastaj kemi pronar të burimeve të naftës, bankiera, ashtu me ra. Të gjithë sillen shumë mirë, duke mos ditur të kaluarën time. Kush jam dhe çka jam. Për ata jam vetëm punëtori i tyre. Artan, kjo do të shkruhet në libër, po dë njerë ndoshta do ta zbuloj. Nuk e din, askush nuk e din. Rasisht ka qëllu në Facebook e kam shpall pas 3 viteve gjys në një studio. Dikush më ka fotografu dhe thot, Artan Kastrati është në studion time. Dhe me njerë më shkruajnë me mesazh. A e ti aja Artan Kastrati nga Shkupi që ke kriju shumë këngë, po unë jam. O, shqyrë që në ke arë, New York e tash do të fillojnë bëjmë këngë, nuk punoj, thash mo. A më do të pagujmë be, folë sa dush. Nuk punoj. Edhe atë që kryet. Misioni jemi krymo. Po. Nuk punoj, s'kam interes. Artan, nga shumë këto që ke kriju, nga shumë këngë, shumë vepra, shumë gjërat bukura që ke lanë këtu, por ekzistojnë diçka që nuk janë pa mbrojtër atë na. Dum apo s'dum, për fat mira, për fat keq, shumë pak krijojnë, shumë kanë dëshirë të kopjojnë. Ekzistojnë institucione të cilët duhet t'i mbrojnë këto gjëra, por për fat keq gjë sen është jetim ose përfitojnë ato të cilët e thash, nuk krijojnë, por kopjojnë. Kopjojnë, është të vërtet se kopjojnë, por ne kemi institucione këtu, po katësh e kam ngrit zërin që nga vitin 1996.
kur gjë nuk ishte rezultat. Nuk e kam ngrit vetëm zërin për mua, po e kam ngrit edhe që t'i mbroj edhe kolegat e mi të cilët veprojnë dhe krijojnë prapa mi, ata që meritojnë. Ata që nuk meritojnë, ata janë, do me thonë, njerëzit e preferuar të pushteteve. Muzicienti Dobo Dallavergjiu në shtetin tonë, që prej 96 që 30 vite, a është i adhuruari nga pushteti, i lakmuari nga pushteti. Ata e financojnë. Do kjo një zgajon e di Ministri Kulturës kemi këtu, që 30 vite, Artan Kastrati për 30 vjet ka kërkuar, ka dërguar projekte në konkurimin e tyre, çdo është anashkaluar, ose rastin më të keq, Dallavergjiu, jo Dallavergjiu, po unë mund t'i them 50 Dallavergji muzician brenda vitit kanë marrë më së paku nga 10.000 euro, më së pakti 50, ajo është 500.000 gjys milion euro, dhe sta në atë konkurs, ku janë shpërbly Dallavergjit muzician 500.000 euro, Artanit ja kanë dhënë 750 euro. Këtu deshta dalë, Artan, sa nga shumë këto vepra, sa je përkrati në atë periudë? Minje do të tregoj, prej 96-ës deri sot 2020 për 30 vite Artan Kastrati nga Ministria Kulturës dhe Gazampi, ajo është Maqedoni zaštita naftorit në Makedonja, Artan Kastrati ka marrë për 30 vite 5.000 euro. Ajo bje në vjetë 160 euro. Për 30 vite? Po. Ndërsa shivet i bugjetet e Zampit, milion euro. Ja, miliona, po. Shife bugjetin e Ministrisë Kulturës vjetor, miliona dhe kush merr. Atje i kiti më së paku 50 hajna i ke muzicien që marrin për 10.000 të lartë. Mos u abit nëse kur e sheti ai ka ble vetur 100.000 euro, ka ble banesën 200.000 euro ose shtëpinë. Se ai ka punu për 10 vite ose 20 vite, 10.000 çdo vjet ato mblidhen. Po. Mas pakti është 10.000. Mos flas se ka pas çifte burë grush shqiptar ton. Ata përveç që kanë fut në konkurs dhe kanë marrë shembull 30.000 euro, ai ka pas edhe 10 firma tjera që i ka shtinë në emër vet. Për një vjet ai ka marrë 300.000 euro nga Ministria e Kulturës. Po populli nuk e din se çfarë hajnie bëhet në sektorin e kulturës, se populli është i bindur se buxheti i Ministrisë Kulturës është 1 milion denar, 15.000 euro dhe gjithë ja japim ka 100-150. Nuk është e vërtetë. Jo. Ka persona që përfitojnë nga 200.000, 300.000, 400.000 në vjet. Po i gjenë mënyrat e ndryshme duke u afruar në pushtet, me partitë në pushtet, të cilat e drejtojnë Ministrinë e Kulturës. Kjo është lidhen me ata. Po thot, e kemi gjetë njerin tonë, ky do të fut 50 projekte në emër të huaj, do t'i marrim një në 500.000 euro. Masi nxjerr ai paret, ai personi, udhëheci, Dallavergjiu muzician, shkon pushtet partisë, ja jep një 200.000, 300.000 shtin këtë xhep, ama kjo me vite shumë parë janë. Nëse 10 vjet ai vepron, që kanë vepruar 20 vjet, herë 100.000, 200.000, atëherë bëjnë ato 4 milion euro për 20 vjet. 4 milion euro janë parë shumë. Ai është muzicienti më i dopt në gjithë rrezullin toksor. A do të kishte qenë ndoshta tash flasim për atë periudhë të kaluar, ke kriju shumë ato mundësi që vet je mundu. E the edhe vet, ke ndejt me orë të tëra në studio vetëm e vet të kriju edhe të e bo më të mirën për gjithë. Por sikur të ndihmohet në këtë rast një personalitet sikur ju, Artan. Po do të punoja edhe më shumë. Po do të shkoja edhe më larg që të afirmoj kulturën, muzikën time jashtë. Se gjithçka për afirmimin jashtë, për shembull, duhet të pagosh marketingun. Pse jo? Edhe koncerte jashtë. Shembull, merret i Goran Bregovićin. Goran Bregovići, institucioni i Serbisë rrin prapa atij. Ai shumë rastisht nuk i merr mbrapa orkestrin 50 veta, 50 persona, ato duhet paguhen. Edhe unë e kisha promovu në për tërë botën këngën shqipe me 50 veta, po që se Ministria e Kulturës mi kishtë thënë mu për një vit 100.000 ose 200.000 euro. Po, unë e kisha bë punën halal. E këta që kanë marrë ka 100.000, 200.000, këta asë një këngë se kanë hajrit. Po nuk është një vit kjo. Prej në vitin 1996 deri sot 30 vite hajni ka. Me miliona euro janë pyetje, se populli nuk e din.
Populli mendon se buxheti i ministrisë është, siç thash edhe më herët, 1 milion denar, 15.000 euro. A nuk e din se është 2 milion, 3 milion, se 6 milion euro për një vit një buxhet. Po. Njerëzit meritor nuk të shkelur janë dhe nuk trajtohen siç duhet të trajtohen dhe ato lek që i takojnë atyre që meritojnë. Kjo është që 30 vite. Edhe pse nuk je këtu, sa të dhemba jo kur shep që veprat tuaja më përkëmben, shkelen, kopjohen. Po të shefe, më shko ti ma larkë, nëse unë e kam krijuar shumë hite dhe kalojmë tash të institucioni tjetër ZAMP. ZAMP-i për shembull është institucion i cili miret me atë gjë se cilat këngë transmetohen për televizion dhe radio dhe e pagon autorin. Unë nga ZAMP-i do një vit ka marrë 2.000 denar, do një vit ka marrë 10.000 denar, do një vit 20.000 denar. Ndërsa dallavergjit e ZAMP-it, ata marrin ka 100.000 deri 200.000 euro në vjet. S'është rregull që 30 vjet këtu. Kot kam folën, kot kam shku ministri çdo vjet, për natë gjasë, në ZAMP. Kot është Samet. E kanë ata rrethin e dallavergjive dhe funksionojnë. As nuk ju intereson qartoni ngrej zërin. Janë shumë pare në pyetje, kuptoni. Të kishim ndonjë institucion ku do t'i zbulon këtë korrupsionin, unë po ta them që është një 200 do t'ishin muzicien, që asi dallavergji do t'ishin në përburgjesët. Që u dash t'japim përgjegjësi para? Po, shumë pare janë Samet, me miliona euro janë pyetja, Samet. Po populli nuk e din. Parat, milionat janë shumë mirë që janë, po të përfundojnë në vendin e duhur dhe të personalitetin. Që 30 vjetë shkojnë të muzicien dallavergji që jone. Është mirë ndonjëherë ata të kërkosh edhe më tej për ta mbrojtur atë veprën tënde. 30 vite, kot kam shku në përzyre. Njëjtën përgjigje kam marrë çdo herë. S'kemi çka të bëjmë. Kjo është çka, do të mundohemi vitin tjetër, thotë. Ta përmirësoj. Ama 30 vite sot 2026 e njëjta. Dhe nuk shkoj më unë. S'kam, nuk mundem, nuk kam forcë të luftoj me shtet. S'ka mundësi. Ata vendosin. E kanë rrithin kuj do t'ja japin 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 euro. Ata vendosin, që 30 vite. Pushtetet e ndryshme, qeverit e ndryshme që vinë. Së cëllej me bagajin e vetë edhe? Po, dije një gjë në Maqedoni, se unë i takoj, kur isha 18 vjeçar, ishte viti 1991 ishte. Nga 91-shi deri sot, janë 37 vite, unë e kuptoj një gjë se të gjithë partit politike që kanë luftuar që të vinë pushtet, ata vinë që të pasurohen, që të vjellin. Besom në këtë. Unë të merohem, për shembull, para 10 viteve, e njihja një gazetare, s'du ta ceki, jetonte në banesë në ndërtesën time në Topanskatje, dhe vinte me një vetur 2.000-3.000 euro. Atë moment që u bë deputet, e parkoj BMW-n e ati vitit që kushton 80.000 euro. Pas 5 muajve tha po e shes banesën, po shkojmë butel kam blet tokë. Po sa është rroga e deputetit? A është 2.000 euro sa e dy? Po, mos shumë ti. Okej, a mund është ti me bile BMW-n 80.000 euro? Vetëm për vetur me punu? Po, qka ki me hongër ti? Po, a mund është ti me bile tokën butelet me të tu shpia 1 milion euro? Me 2.000 euro? Pre notë e njishit, gjithë mu politikanët që i shohim ne, qëllimi tyre ka qenë që është mu pasuru. Biznis është partia politike, biznis me bë, me vjellë. Pa ata i vjellën lekët e popullit, tatimin tim. Se unë kur e blej një bukë këtu, paguj 18% atim. Ajo është leku im, i ati, i këti, i yti. Se dikush pajtot, hobe se paret e shtetit, ne të vjellëve kanë vjellë këta tete dhe këta, nuk është në regull. Ata janë gjithë popullit. Popull, ma mirë jepja nevojtarit ato. Ama kjo është problem që 37 vite për natë e njishit. Sigurisht. Për atë luftojnë të fute në politikë. Edhe ai që ka pozicionin më të ullt poshtë, rojtari, do të hynë në politikë, bëhet diçka në ushtar politikë, se do të përfiton ai për asaj.
Krejt për interes hynë në politikë edhe të bëjnë qeveri. Veç për të vjellë. Që t'i blenë disa vetura, që t'i blenë disa shtëpia, disa banesa, dhe të rahatohet. Ato që punojnë si duhet, ato që krijojnë për këtë popull, bëjnë për duhet të mbijetojnë. Po ne mbijetojmë, shqyrëzohet gjitha të mirat e kemi, apo kupton? Po tash, nga ajo cilët duhet të meriton që të kompenzohet. Nuk e kam fjallën për mua që, për shembull, që të më japin lek ajo. Unë më shumë lumturohem ose gëzohem nëse shpërndajnë ato lek, atë buxhet të nevojtarët. Pse ti merr politikani ti vjell ato lek? Pse ti vjell ai dallvergju muzicien? Po, jepi 2 persona që meritojnë në këtë shtet, ato për shembull 80% të pjesës tjetër ndihmoj, po ti ke edhe muzicien që janë shumë të aftë, nuk kanë kushte. Ndoshta nuk ka instrument shtëpi. Ose ndihmoj nevojtarët, fukarat që janë. Jo me i vjell politikani, çdo herë vjell. Unë i shoh shumë njerëz që janë rrit me mua që prej natën ishi se këndej shonë, ka bo shtëpi butel, vozit kër, a politikat që. Më falë me 2.000 euro, se 1.500 euro rokë nuk bëta. Nuk bëjnë 2 milion euro pasuri. Sa për një profesionalist nëse nuk ndihmohet, Artan? Ka dash zoti i e gjindë vetë, por e the edhe vetë shumë mirë. Dikush donë të bëhet, po ka talent, po si janë mundësia. Ka plot, po që është problemi, se dallvergjuja merr ato lek që i takon talentit muzician, ja merr ai që s'ka talent, që është ai vetëm hajn atje. Që ti merr një 500.000 euro ti vjell në jetë për Ministrisë Kulturës. Ajo është handicap për ne. Po handicap që 37 vjet na jemi handicap, no. Veç vjell, ai që vlen në ventrin. I humbur. Nuk pajtohet me fatit, çfarë po ndodh këtu. Unë 36 vjet, në profesionin tim që 30 vjet e shoh këtë. A në politikë, domethënë si fëmijë, prej 91 e shoh pushtetet që kanë kaluar këndej. E njëjta po na përsëritet. Krejt, unë do t'i them, LSDM, VMRO, PPD, PDSH, BDI, këto partitë e reja. S'ka, nuk kemi përparim ekonomik ne, edhe pse kemi lek, buxhet kemi, nuk mendojnë për popull. Ai mendon, thash, me ble shtëpinë 2 milion, 3-4 banesa, BMW me ble për nusën, për djalin, krejt vetëm ngjyrat ndryshme, mos t'i gabojnë. Edhe cila është më e rrezë tjetra. Po, pa të nuk blenë me 2.000 euro rokë të deputetit. Të lutem. Arton, si e gjete vetën atër nga kjo katrahur, tash atje jem në një shtet ku disi funksionon. Shife, du ta bëj atë dallimi që ne ta kemi një përshtypje këtu se si është ai dallimi, kontrasti. Samet besom, New Yorku ka 12 milion banor. Kemi të racave të ndryshme, të popujve ndryshëm, të feve të ndryshëm, atje askush nuk vjell, askush nuk të mashtron. Besom në këtë. Më bën të kesh. Nuk din ata. Si popull, e bojnë galen e huj ato. Jo, ases. Shumë janë sinqert, janë samet njerëz atje. Besom, bile dallavergjiu për këtu nëse shkon atje thotë apo këta budall që kanë krejt. Kur gjës po dishin, këta budall ka kanë. Shumë shohim punën e vet. Po, shumë sinqert, ndihmojnë njerëzit, shumë të kulturuar, shumë të edukuar, shumë lexojnë ata samet. Unë hypi në tren, unë lexoj për muzikë çdo herë. Unë ta them lirish prej krejt vagonin që e shoh, nëse jemi 100 persona brenda, 80 persona janë me libra atje. Samet shumë lexojnë. Shumë lexojnë njerëzit, janë të avancuar. Unë përshtypjen e kam se Shkupi është në vitin 1926. 100 vite jemi mbrapa. Njerëzimi, domethënë, kuptimi plot i fjalës njeri atje është. Jo vetëm atje, po edhe vende tjera evropiane. Sinqeriteti në vend të parë. Njerëzillëku në vend të parë. Prandaj ta bona këtë pyetje se pikrisht ju shumë mirë keni pat mundësi ta përjetoni edhe këtë edhe atë. Vallat, po. Unë prapë Shkupi është i keq, adin ka njerëz të këqij, po edhe nuk është i pastër. E kam lënë çfarë që kam lënë, po prapë them s'ka si Shkupi.
e dush. është vend linja, është tanë sen. Ashtu si është. Ashtu si është, po. Që ashtu i shkatru me dollavere me vjedhje, s'ka si shkupi. Artan, këto nuk duhet që i ke lanë këto gjëra që i ke kriju, e tha edhe vetë se s'du të mirem mo me këto çështje, por tash çdo herë deri tash biseduam sa e shef që ti keq përdorin, po sa je krenar kur i shef që po i ringjallën, i përpunojnë edhe përsëri emriot figura. Shefe, e vërtet është se kënaqem, po kupton. Kënaqem se kur shoh për shembull në një darsëm non stop shkon kënga Valle Kosovare ose një këngë tjetër, kënaqen njerëzit. Plot darsma, plot këngë të mia dëgjohen. A dit. Po rri ashtu, rastisht nëse kam dikën afër dhe e din historinë time se kam krijuar këngë atër, ai fillon për mua, ai sheh këtë njëri, po ky e ka bërë këtë këngë, ky është producenti, kompozitori i këngës, a dit. Po ne heshti. Nuk e din shumica kush jam, çka jam, apo kupton? Çka bëj? Jam taku dhe me shumë muzikantë atje. Po atë edhe disa nuk e kanë idenë kush jam, çka jam. Sepse nuk e kam hap, ai muzikant është për shembull, po nuk e kam tregu, i kam tregu se vi nga Shkupi, kujdesem sigurim në një ndërtesë caktuar, po nuk ja kam thonë se unë jam marrë me muzikë. As nuk e ka ide me këpërin. Me këpë flet. Na flasim tema krejt ndryshme. Ai mundet me fol diçka për muzikë, për teknikë, diçka, po ne bëjmë kështu s'marr vesh kur gjë. Hiç s'marr vesh. Jam out. Nuk la edhe pa je kushtu diçka të bukur Shkupit. Kam kriju, po, kam kriju do video 3 ose 4, po gjitha insertet filmike kam marrë nga Shkupi. Po kam kriju do muzika instrumentale. Dhe në vazhdim shikuesit do t'i shikojmë. Po, do t'i shikojmë patjetër, do t'i lëshojmë. Shkupin e mbajë në çdo kohë. Unë kur shkoj në vendet më të bukura të botës, prapë them si Shkupi im nuk ka. E them këtë se kam rastis që ta ndëgjoj atë instrument muzikor, dhe atë pikë instrumentale që pikrisht e kompozuar nga ju dhe e shoh që ma ka përmend, shifi kjo shumë e bukur për Shkupin e bën me pamje të mira, janë kërku pamje shumë interesante të bukura, që të mbeten si një amblem e Shkupit, të mbetet një. Po, unë i marr ato pjesë, urën e gurit, qarshinë, se di çka, ato janë pjesë të çdo shkupiani, po dhe çdo i huaj që vjen këtu, atje qarkullon ai. Dhe ajo arhitektur i ngel në mendje, si të huajt, si të qytetarit të Shkupit, ose kalimtarit të rastit. Ato janë pra amblemi jonë, qarshia, ura e gurit. Gjithë kemi kujtime të bukura. Do t'ua themi edhe shikuesve se sot jemi pikrisht për ato gjërat bukura që na i ke krijuar tanë. Kjo është faleminderim edhe gjeneratës tonë, po edhe gjeneratave të reja të cilët janë mirënjohës për të gjithat që e kanë sot në repertuarin pikrisht të krijuar nga ju. Po, është e vërtet, po. Kam lënë, gjurmë kam lënë në muzikë, në pop muzikë, në muzikën argëtuese. E di se kam krijuar shumë hite, e di në atë kohë se shumë të rinj janë kënaqur me këngët e mia. Ajo është fakt dhe gëzohem që i kam bërë të lumtur. Kam dikut që ta bëj dikën të lumtur, të gëzuar. E të bëj dikush krenar me mua, koj shiu, ose shoku im, i Artan e ndëgjova këngën tënde, thot, hite kishe bë sa bukur, se ata krenoheshin me mua. Jam i lumtur që kam krijuar diçka të bukur për popullin tonë këtu, për qytetarin tonë, të etiketojmë me diçka të bukur. Sigurisht. Mes rreshtave gjatë kësaj bisede po e kuptoj Artan se ke dëshirë që muzicientat e mirë ta marrin atë që ju meritojnë dhe të shpërblehen, dhe pse jo të kemi çdo herë muzicient mirë, muzicient njohur. Po e shoh që e thot kështu me qejf, e don që ta të
kemi, nuk je ai njeri që mendoj për vetë edhe nuk për vetë. Për vetë. Jo, nuk është e vërtet. Gëzohem, ka gjeneraton, takoj shumë muzicientë janë në Shkup, shumë janë të aftë. Shumë të aftë, po mjerisht askush nuk ishte problem ata njerëz. Edhe pse kemi institucione dhe ka lek që i takojnë njeriu që vlen. Edhe pse larg po vjen në Shkup. E shoh që nostalgjike, si po kalon këto ditë. Mirë, sa më të mirë, takoj shumë shok që kisha dhe i ka mendi, takoj, po koha është e kufizuar, hikin shpejt orët dhe ditët. Artan, ne shpresojmë për ditë më të mira këtu në vendin tonë. Uroj Samet, uroj që ta shoh popullin, qytetarin e Maqedonisë, që mos t'kenë gajle, probleme financiare, po dhe shëndet të kanë. Unë flas për gjithë qytetarët e Maqedonisë, dua t'i shoh mirë. Se mjaft është, thash për 91 deri sot 37 vite, shoh ankesa, dëgjoj hallet e tyne, apo nuk ka përparim. Pse? Ku është problemi? Pse nuk punon askush që 37 vite për mirëqenjen financiare të qytetarit të Maqedonisë. Du ta shoh qytetarin, popullin e Maqedoni pa hallë pa dirt. E shoh që këto apele janë të bukura dhe rrallë herë mund t'i ndëgjojmë nga njerëz të cilët e duan të mirën e çdo njeriu dhe çdo qytetari të Maqedonisë, ja duan gjë. Unë dua të shoh, sikur ne që jetojmë në Amerikë, në Evropë, të kemi një rrogën e mirë, të kemi një makinë të mirë, një banesë, mos të kemi halle derte, të kemi ushqim për një jetë normale. Ndërsa plot njerëz i shoh se edhe sendet elementare ju mundojnë njerëz, ju mungojnë. Nëse gjithë këto gjëra që deri tash disi bisedum, janë sendet të cilat duhet përkrahen dhe të gjitha këto mjetet përfundojnë në vendin e duhur, Artan do të ishim sot pak me një nivel më të lartë edhe si, të themi, si artist, si muzicient. Në çdo aspekt, në çdo profesion do ishim përpara, do ishim në nivelin e Evropës apo Amerikës, sepse ne kishim afat nga 91 deri sot janë 37 vite. Ne nuk kemi hecur përpara, jo vetëm për muzikë, po edhe për medicinë, edhe prodhim fabrikat që duhet prodhojnë gjithçka. Ti merr shembull ku është sot Bullgaria, Rumania. Plot investime këto fabrika të huaja janë ndërtuar në Bullgari, Rumani. Plot, pse? Sepse pushteti i ka pranuar investimin nga jashtë, ndërsa këtu që 37 vite i largojnë investitorët. Domethënë nuk punojnë për të mirën e popullit. Që 37 vite. Ke kalu edhe atë periudhën ku ne kemi pat edhe vështirësia të dalim edhe për shteti. Është e vërtet. Ka qenë koha e vizave, sende. Po. Ajo ka qenë edhe plus një problem i juaj atër në atë kohë, si muzicient që të udhtoni ose të shkojni ndonjë do një simpozion muzikor ose të dalë jashtë të blej ndonjë instrument. Ne ishim të izoluar, a ishte deri 2010, se mbaj mend. Po, ishim të izolumna. Po prapë nuk kemi avansim asgjë këtu. Asgjë të mirë nuk shoh për shkak personaliteteve politik bërës që 37 vite. Unë nuk kanoj nga asnjë parti politike, unë do të jem simpatizues i një partie politike kur do shoh se ka punuar për të mirën e qytetarit të Maqedonisë. Për momentin realiteti okay. Për momentin me keqardhje, unë kam shumë shok që janë të LSDM-s, VMRO-s, BDI-s, PDSH, PPD, alternativa e vlena se diçka, po kupton. Për popull, për qytetar, askush nuk punon që 37 vite. E kjo është periudhë shumë e gjatë, sepse që shi përmenda do ish shtete socialiste, ata më janë me ekonomi janë ranguar në nivelin e shteteve evropiane. Po, ne si jemi askon. Pse? Problemi politik bërjes është 37 vjeçare. Si Maqedone, si Shqiptare. Po na përsëritet e njëjta gjë. Është interval shumë i madh kohor.
Ta shpresoj do të vinë gjeneratat e reja, nëse ju japin hapësirë gjenerate, se unë besoj gjeneratat e reja nuk janë të korruptuara, s'din me vjell. Unë jam plotësisht besoj se ata do të punojnë për të mirën e qytetarit të Maqedonisë. Dhash Zoti. Inshallah, Zoti mall. Të përmisohemi. Inshallah, Zoti mall, bile për gjeneratat e ardhshme. Ashtu. Artan, të falenderoj për kohën, për mundësinë dhe për gjithë atë që shikuesit mbas një periudhe shumë gjatë të shohin në ekran dhe unë mendoj se 2007 ose 2008 ka qenë kur kam qenë mysafir në studiot e MTV-s, po dhe shumë më herët kam qenë dhe më kanë dhënë hapësirë çdo herë, dhe ajo ka qenë shumë punë e madhe në ndërtimin e famës sime, karrierës sime. Unë falenderoj çdo herë institutit MTV. Faleminderit edhe ti për gjitha që ke bërë për ne, për shumë gjenerata. Faleminderit shumë Samet. Në vazhdim do të ndjekim edhe disa, të themi, disa pjesë të gjitha atyre veprave të bukura që i ka lënë si tatuazh në muzikën tonë shqipe Artan Kastrati. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi në studio.